Çka dallojmë sportistat e Kosovës në krahasimisht me këta të Evropës, se për një mend sa të shohim pak a shumë kështu. Kur e shohim që ka mu përballë nga Rus ose jo vetëm nga Rus, por edhe në pjesën ekipore me një ekip tjetër e shohim pak veten si më inferior. Është vërtet që e shohim veten më të nënvlerësuar, ne kum pas këtë mohabet edhe me shokët e ekipit. E kum pa që ky është një virus i cili u përhap kështu në Kosovë përgjithësi, po unë nuk më lan asnjëherë me ndikute unë për shkak që unë e shoh veten sigur që është një francez, sigur që është një italian i cili janë fuqi botërore, unë e shoh veten pa përkraje e shoh veten njëjtë si ta. Po çka nëse kishmi pas përkraje na më shumë, na ishmi kanë super fuqi botërore. Po besoj që Kosova këto vite në VM shumë shpejt kanë vënë medalje edhe më të mëdha nga garat më prestigjioze në botë. Duke ditë që po thon vitet fundit ka pas dominim plot sportistëve nga Kosova kanë marrë medalje, që s'ka ndodhur shumë vite më herët. Ka ndodhur, po ka ndodhur shumë rrallë, por tash viteve të fundit po shtohen medaljet. Ke qenë ti, kanë qenë ekipi femrave, ka qenë edhe Orgesi, edhe pse Orgesi e përfaqëson Shqipërinë, por është në Kosovë. Po, ai buron prej Kosovës. Po, edhe a ka hyrë ndonjë farë lloj frike për garus tjerë të Evropës? Si janë duke po çfarë për ta? Është shumë e vërtetë, për shembull, na më herët kur se shorti dal një ditë para gara, na i thojna, short. Në moment kur ka dalë shorti, na gjithmonë e kena pa vetëm qysh e cekje inferior ndaj shtetet tjera, po tash është edhe e kundërta. Tash ndodh për shembull një garus i Turqisë, nëse e sheh me një të Kosovës, e din që nuk e ka më kalu kaq lehtë këtë match me to, po Kosova që tash ka bo buj në Evropë. Po besoj që kam shpërthyer edhe më shumë. Cili është ai ilaç që më i mirë me këtë virusin e inferioritetit? Kur ta marrin një medalje individuale një garus në Kosovë, e sheh atëherë që u kanë i njëjtë edhe para kësaj medalje, veç që kanë ndërsu vetëm. Unë nuk kam pas këto asnjëherë, unë edhe pa medalje e kam ditë që jam medalist, e me medalje e di që tashmë më bëhet edhe më shumë.